E njëjte, Dashi. Jo e vërtet që ka qenë fshehur mund të dalë papritur në dritë. Mos reagoni menjëherë. Informacioni i plot vjen më vonë. Demi, dikush që e konsideroni të besueshëm mund t'ju surprizojë. Financa cilë një zhvillim që nuk e kishit parashikuar. Pinjakët, një telefonat ose një mesazh mund t'ju lërë pa fjalë. Dita favorizon zbulimet, por jo të gjitha do të jenë të këndshme. Paforja, një person nga e kaluara rikthehet me një rrëfim që ndryshon mënyrën se si e shih një ngjarje të vjetër. Luani, vëmendje B&B-u. Një lajm në punë ose në familje mund të shkaktojë reagime të forta dhe diskutime të gjata. Rrëgjëresha, një sekret mund të zbulohet aksidentalisht. Kujdes ku t'i besoni gjatë kësaj dite. Peshorja, dikush mund t'ju bëjë një propozim që nuk e kishit imagjinuar kurrë. Mos merrni vendime të nxituara. Akrepi, intuita juaj do të konfirmojë diçka që e keni dyshuar prej kohësh, shokuese për të tjerët, por jo për ju. Shigjetari, një mundësi e madhe mund të shfaqet papritur. Dita kërkon guxim për të përfituar prej saj. Piciapi, një zhvillim në aspektin profesional mund t'ju detyrojë të rishikoni planet e muajve të ardhshëm. Ujori, prisni të papriturën. Një takim rastisor mund të sjellë informacione që ndryshojnë rrjedhën e një çështje të rëndësishme. Peshqit, një lajm nga larg ose nga dikush që nuk e prisit mund të trazojë emocionet tuaja. Mos u alarmoni para kohe.